shkolla e re quhet Colonnade Residence dhe kjo është ende në ndërtim aktualisht. Edhe për këtë investim, prokuroria e posaçme ka ngritur dyshimet se po realizohet pjesërisht me investimet e kesh të Luciano Koçekut. Në vendimet e gjykatës posaçme thuhet se janë vendosur në sekuestro me 10 apartamente, dyqane vende parkimin kullën Colonnade, kusuret e Kujtim Shtufi. Ndërkohë që Ilir Shtufi u arrestuar në Greqi dhe pret procedurat e ekstradimit, edhe vllai i tij Kujtim Shtufi po përballet me probleme penale, megjithëse për momentin më të vogla. Pa u shuar ende efekti publik i goditjes së klanit Aruba, prokuroria e posaçme njëftoi se kishte finalizuar hetimin për një tjetër grup kriminal të përfshirë në trafik ndërkombëtar kokaine. Në krye të këtij grupi, i cili kishte qendrën koordinuese dhe operacionale në Dubai, qëndron shpëtim ose Salvador Aliu. Ai kishte krijuar një rrjet të transportit të narkotikëve nga Amerika Latine drejt Europës, në bashkëpunim me 2 shqiptarë të tjerë, shumë të njohur në këtë aktivitet të paligjshëm, Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari. Ky grup kishte kryer operacione të mëdha pastrimi parash në Shqipëri, në investime luksoze që shtrin nga Tirana deri në zonat bregtetare të Durrësit dhe Dërmiut në Imar. Prokurorët e kësaj çështje, drejtuesi i SPAK-ut Klodian Bravo e kolegja e tij Doloreza Musabedhiu janë treguar shumë diskret për t'i dhënë publikut informacione të detajuara për mënyrën se si ka vepruar ky grup për pastrimin e parave. Megjithatë, ajo që është mësuar deri më tani janë sekuestrat masive të pasurive të patunshme në një vlerë mbi 150 milionë euro, si dhe kontrollet në rreth 20 biznesmen të ndryshëm, disa prej tyre shumë të njohur. Në listën e personave që janë nështruar kontrollet nga agentët e byros kombëtare të hetimit është edhe emri Kujtim Shtufi. Për momentin nuk ka të dhëna më të plotë se cila është lidhja e Shtufit të madh me klanin e Dubai. Ndërkohë që pozita e vëllezërve Shtufi nuk është më e mira e mundshme, zbërthimi i mëtejshëm i hetimeve penale mund të jetë më shumë dritë për atë që është sekret publik në Shqipëri, që kullat kanë shërbyer si lavatiçe gjigante për pastrimin e parave në vendin tonë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.